gjysmë, gjykata është tërhequr për vendim. Ju e dini që ne kemi kërkuar pafajësi, sepse kemi të bazuar pafajësi në provat të cilët ne ka vendosur në dispozicion vetë organi i procedurës, pra fashikulli hetimor, dhe nuk e kemi kërkuar pafajësinë jo për forcën e zakonit, absolutisht jo. Edhe vetë i pandevri Ruben Saraiva ka folur dhe ai rreth 20 minuta, ku ka kërkuar edhe ai pafajësi, sepse nuk rezulton dhe tha që unë nuk kam pjesë dhe nuk kam gisht, dhe nuk kam arsye mbi të gjitha që unë ta kem kryer këtë vrasje. I gjeni personat kush janë dhe gjeni në arsyet reale pse ka ndodhur kjo vrasje. Kështu që ne duke bazuar te pamjet filmike, te dëshmit, tek të gjitha aktet e ekspertimit biologjik, daktilografik apo kriminalist, ne nuk rezulton që Ruben Saraiva të jetë personi, po, rezultojnë personat të tjerë në fakt, në dosje, por nuk kanë ngritur akuzën prokuroria për këta, por vetëm për Ruben Saraivën. Kështu që ne jemi, sigurisht besojmë tek një vendim i drejtë i gjykatës, ku të jetë pafajësia. Dhe vetë Ruben Saraiva sot ka denoncuar edhe një fakt tjetër, ka denoncuar diskriminimin që atij po i bëhet në ambientet e paraburgimit, një diskriminim që po zgjat rreth mbi 2 vite. Ai ka denoncuar diskriminimin e drejtorisë së burgjeve dhe vazhdon që të jetë në një izolim total. Ju e dini çdo thot izolim, pa patur asnjë kontakt me asnjë person, dhe ka denoncuar këtë fakt. Kështu që edhe një herë tjetër gjej rastin me anë të medias, me ju, që ta